dëgjoj gjithashtu si ti, ndërhyrja do të mund t'ishte në këtë aspektin e pikrisht të masës pezullimit dhe të drejtës organeve drejtësisë së re për të ndërhyrë në formulën e qeverisjes direkt me masa ndëshkimore. Dhe pezullimi është një tillë. Unë do të thoja që është shumë pak sepse në mënyrë fiziologjike dhe nuk ka pse ne si shqiptar, si mesetar, t'i shtojmë dramë dhe emocion çdo lloj gjëje që ndodh, sepse gjërat ndodhin dhe disa herë janë dhe për mirë, disa herë janë sepse janë domosdoshme. Unë them, duke e përsëritur që jemi në vitin e 10 pas votimit të vitit 2016 për reformën dhe në vitin e 7 pas fillimit punës organeve të speciale të reformës, unë mendoj se objektivisht puna e tyre me peshën dhe rëndësinë e madhe dhe vendin e madh që ato morën shoqërinë shqiptare pa pritmas, ato krijuan një lloj spostimi, valë sismike, krijuan zhvendosje, të cilat jo gjithmonë kanë qenë... Edhe përplasje themi organike për të përcaktuar ku fillon pushteti jot. Patjetër, është një lloj si mbaronimi, deri ku janë normale, por për fat keq ju keni drejtë që edhe tha zoti Dervishi që ndërhyrjet kanë ndoshta pa vetdije një tis politik në pas që... Protagonizëm dhe politizim përpasoj, sepse është një lloj sokoll sikur ne jemi 5 veta në këtë tryezë dhe pa pritmas njoftohet që do shtohen edhe 5 karrige të tjera se do vinë dhe 5 tjerë. Do të thotë, kjo ka ndodhur me hyrjen e gjithë korpusit të reformës në të gjithë sistemin që quhet Shqipëri. Në politikë, në institucione, në drejtësi, në gjitha llojet e pushteteve. Tani, ajo që ka ndodhur pra është se me këtë peshë madhe specifike që kishte dhe ka ky korpus ligjesh që filloi të zbatohet, objektivisht mendojnë dolën aty këtu shkelje këmbësh, mbi vendosje, dublime kompetencash, cënime standardesh, të drejtash, cilët me kalimin e kohës janë maisur duke marrë formën e dosjeve konkrete, të emrave konkret, filloi edhe një lojë, duhet ta themi, e drejtësisë së re me opinionin publik, e cila jo gjithmonë ka qenë, me thënë drejtën, transparente dhe e bukur, sepse personat cilët vijeshin në nënhetim, linçoheshin nëpër të gjitha këto studiot tona të debatit, merreshin me një rresht po, 3 rresht ajo, dhe në fund të javës ti e shihje veten që praktikisht gjyqi jot kishte përfunduar megjithëse ti ishe i hetuar, i pandehur dhe ende dosja jote s'kishte vajt. Po, e vërtetë, linçimi publik. Po, linçimi publik. Dhe në anën tjetër pastaj u zbulua dhe është zbuluar dorë se ne të dy, po edhe kolegët që jemi shprehur shumë pro reformës dhe me shumë entuziazëm, disa herë dhe me një romantizëm pak sa dhe naiv. Jemi shprehur dhe më vonë kemi vënë re fjala vjen që procese me besim, patjetër, se donim diçka të re. Më të mirë. Kemi vënë re se për shembull fjala vjen, proceset mbyllura që opinioni publik s'kishte nga ti merrte vesh në detaje, si ai për shembull i vettingut, në momentet caktuar pas kishin qenë pazaret gjallë. Më bëj një nder këtu, të bëj një nder aty. Dhe kanë filtruar njerëz cilët jo më larg se kjo tryezë, ti e ke parasysh rastin dhe rastet, njerëz cilët janë filtruar në sistemin e ri, cilët kanë liruar vrasës nga burgjet. Do me thënë. Dhe vazhdojnë të lirojnë. Po, ky është problemi tani. Ky është problemi. E dyta, kjo çështja dhe mbyll. Kjo çështja e nënshtrimit de facto të procesit gjyqësor në disa nivele ndaj institucionit të akuzës speciale, mua më duket faula më e madhe dhe defekti më i madh që ka sot reforma. Që do të thotë, në Shqipëri nuk ka de facto proces gjyqësor. Pse? Ja ta mbaroj. Jo, fal, lutem, sepse unë jam i bindur që në qoftë se në një sallë gjyqi nuk është arbitër gjyqtari, por është prokurori, 2 palët e tjera marrin fund. Dhe ne këtë, mendoj unë, e kemi parë në shumë raste dhe për faqe të keq do vazhdojmë. Dhe unë shpresoj shumë, ama që është një nga reformat që unë kam 3 vjet që Jo, vetëm se të flasim pikërisht për këtë, se unë du shumë që ky rasti që thua ti të paktën mos ketë qenë rasti i ditës premte. Le t'ia lejmë të doktorit se dhe i shkon. Shkojmë në publicitet e flasim pak për ndërhyrjen që ka propozuar mazhoranca në kodin penal. Por që tha Skënderi, ndoshta dhe me drejtë, mos është pak si vonë, rikthehemi pas pak.
kushtetuese që riktheu pezullimin, Belinda Balluku do të qëndrojë në detyrë. Në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar të PS-s, kryeministri Edi Rama tha se do të vijojë betejën për garantimin e pavarësisë së pushteteve, duke paralajmëruar ndryshime ligjore që i japin zgjidhje pyetjes nëse një ministër pezullohet apo jo nga detyra. Nisur edhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, ku të gjithë anëtarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin, po ndahen tek rrugëzidhja, grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Duke ju referuar deklaratës së kreut të qeverisë, ndryshimet mund të bëhen në nenin 242 të Kodit të Procedurës Penale, ku flitet për pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, përveç deputetëve dhe kryebashkiakëve që janë zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët. Masa e pezullimit është rrjedhë edhe të anëtarët e qeverisë, presidenti dhe funksionar të tjerë të nivelit të lartë, ndërsa Rama thotë se funksionet drejtuese nuk mund të pezullohen. Funksionet e padelegueshme kushtetuese nga i anëtarit qeverisë tek ai presidentit Republikës dhe jo vetëm nuk mund të pezullohen kurse si nga askush, duke u nisur nga një emër i përveçëm, sepse pezullimi paralizon funksionin, pra institucionin që ajo drejton. Në këto kushte, kërkesa e prokurorisë për heqjen e imunitetit të Ballukut duhet të pres, pasi Këshilli për mandatet nuk do të mblidhet përpara ndryshimeve ligjore. E vetmja palë e përmbushur nga rikthimi i pezullimit është Spaku, që në kushtet e pezullimit mund të vazhdojë krejt qetësisht hetimin përkatës, ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën që Spaku bëri pas rënies së masës së pezullimit. Në përfundim, Rama e mbyll qëndrimin e tij me një mesazh për SPAK, puna e të cilit thotë se nuk preket, po aq edhe pavarësia e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv. Ky ishte paralajmërimi i Ramës sot për ndryshime fillimisht në kodin e procedurës penale, por ndoshta edhe në kushtetutë. Bledi, kishe diçka që më the për Po të shikosh njoftimin që bëri gjykata kushtetuese ku ndaheshin të dy grupet 4-4, antarët që ishin kundra kërkesës së qeverisë, në faktikisht nuk janë kundra, po janë pro, po të shikosh me syrin e holl të juristit, ata e pranojnë që kuvendi ka ometuar, pra nuk, kur ka bërë ndryshime në vitin 2012, nuk ka hequr dorë nga mbrojtja kushtetuese, po këtë mbrojtje nuk ka reflektuar pas ndryshimeve që bërin kushtetutë edhe te kodi i procedurës penale. Po ta shikosh qasën. Prandaj Rama thot vetëm korrigjim në kodin e procedurës. Po sepse e kanë lënë pikërisht 4 antarët që votuan kundër kryeministrit. Dhe thonë, kjo i takon thot ligjvënësit kushtetues. Duke lënë derën e hapur, dhe kjo është një fjali që nuk është një gjyqtari kushtetues, por është një politikani, sepse pse nuk mund të zgjidhet nga ligjvënësi i zakonshëm, pra ndryshime në kodin e procedurës penale, o pse e çon stekën lart të ndryshimit kushtetues. Ndërkohë që ti e pranon në nasyrimin tënë se kemi një ometim, një boshllëk ligjor në kodin e procedurës penale, i cili është aty prej 95-s, por nga ndryshimi i 2012-s u ekspozua pa pritur në veprimtarinë e prokurorisë posaçme. Nga kjo çështje tani. Neçe? Atëherë, nuk e di, unë vazhdoj të insistoj sepse ju thatë që vendimi i gjykatës kushtetuese la në fuqi pezullimin e Ballukut. E thot në vendim, në nenën e fundit të rrëzimin e padisë Pezullimet kryeministrit. janë me afat gjithmonë 3 muaj. Nga detyrë. Jo, nuk e kam në këtë plan. Si po pastaj ç'a ndodh? Bie masa. Bie masa e pezullimit. Jo, unë nuk e kam në këtë plan sepse do vazhdoj ta interpretoj, por praktikisht në gjithë jurisprudencën shqiptare, në gjithë legislacionin shqiptar nuk ekziston asnjë dispozitë e cila pranon barazimin. Dhe në rastin kur pranohet barazimi, e kthen çështjen në favor ose kundër atij që ankimoi. Nuk ka të tillë. Dhe me të drejtë, ajo që interpretohet tani në barazim është nuk kemi rrëzim, por kemi çështje të pagjykuar. Po. Dhe kjo është kompromisi. Pra, tani çështje e pagjykuar. Kushtetuese për zbatim, që gjykata kushtetuese ka mbajtur qëndrimin e filan vendim, nuk e thua dot. Se thuhet? Se je Gjithatë para është referuar ligjin e gjykatës që kur del kur nuk merr 5 vota është Ska. do të thotë që nuk kemi kushtetues, por nuk kemi asnjë humbës. Se nuk ka humbje. Nuk është kështu, jo. Nuk është 5 veta, jo. Është quorum. është shkruar për Më fal tani, Ky moment procedurial, më ta sqaroj, nuk është bërë për të tilla raste, por është bërë për momentin kur një gjyqtar kushtetues ndeset në papajtueshmëri dhe ti kërkon dorëheqjen e tij. Dhe normalisht mund të ndodhë që dorëhiqet një gjyqtar sepse ka lidhje familjare, krushkie, gjinie, apo politike, Vitin e kaluar tos. Jo, dorëhiqet nga shqyrtimi një çështje. Dhe ngel në 8, ngel në 6.
Tani për të qenë korrekt me këtë, ka quorum Po të fizik, teta është. pra Po të teta është gjithë ky problem, se I të nderuar. ka barazi vota. I nderuar. 3.5 nuk ka më. Nuk ka. me GKK tani, se po vazhdoj me atë parim që ka gjykata e drejtave të njeriut. Ka quorum fizik. Po mirë, dakor, këtu Ka problem dhe para se të quorum koshte funksional. GKK-ja. Një dallim. Mundodhi që ndryshohet E di pse të shkon në ndërhyj? 9. Pse hap Sepse debat? të ndërhy, jo për debat, të ndërhy për të saktësuar disa momente procedurale dhe mua më kujtojnë gjatë këtij shpërndarjes së informacionit të qëndrimit të secilit nga ne. Ka një qëndrim të standardit dy fish. Në rregulloren e gjykatës kushtetuese, kur mblidhen gjyqtarët në mbledhjen e gjyqtarëve që vendosin të kalojnë një çështje për shqyrtim apo mos ta kalojnë, barazia e votash është në favor të kalimit. Të kalimit, ë? Të kalimit, po. Barazia 4-4 është në favor që çështja kalon për shqyrtim. Kur vjen puna te themeli, ligjvënësi ka Atëre, gabim kështu. përsëri në argumentin tuaj po vazhdoj. Po. Gjykata këtë rast e ka sankcionuar që kur është barazim kalon favor të kërkuesit, okay? Tek rregulloria e gjykatës. Që ka Rregulloria ka vetë gjykata. Po. Pra edhe Për këtë, rastin, pra edhe këtë i ka interpretuar gabim? jo, këto e kanë Jo, mirë. jo. E kanë Këto e ka mirë. sipas ligjit. E kanë mirë. Pra që kanë prodhu dispozit shkurt më beti. Po. Kanë prodhu dispozit. Kur del barazim në vendimar, nuk ka dispozit Shqipëri më zotni. Po ty hysh në këtë vendimmarrje, me këtë vendimmarrje e gjykatës kushtetuese, Dhe- gjykata kushtetuese ka krijuar një normë të re, më të rënda Po kohë. pra, që në fillim thash, ky vendim në vetvete është Duhet shkojnë antikushtetues në në të Strasburg. gjithë pikat e veta. Por për të mos u futur, quorumi fizik çfarë është? 5 veta është minimumi. Me 5 veta gjykata kushtetuese është funksionale, që do të thotë 3-2 merret vendimi. Me 7 veta është funksionale, 4 me 3 merret vendimi, nuk është detyruar 5 Jo, me duhet 4. 5. Jashtë Duhet 5. funksionalitetit për të ulur Me 6 ulen tavolinë. 5 për të marrë vendim. 5 për të marrë vendim. 5 për të marrë vendim. Quorum, shiko se ne deri tani kemi 4 quorum edhe me 7, kështu e kemi pat me quorum. Dgjoj, ti po shpalos një mbrojtje shumë profesionale për Strasburg. Jo, mos jam të kaj. Pasoj që është e prodhuar. Tu është tani direkt se Tani, që ndodh tani. po pikërisht se kjo do të futet. Unë do futesha në përpunim në trajtimin e kësaj që po thua ti, por u futën probleme teknike sepse kemi juristë përpara, s'kam çfarë unë. Tani çështja është, kjo çështje, siç ora dhe kompromis këtu, është çështje e pagjykuar. Që në ky moment nuk ka detyrim kryeministri zotëri të pranojë çështjet e pagjykuar sepse kërkesa që ai ka bërë nuk ka dhënë zgjidhje. Dhe ai do të vazhdojë në një mekanizëm tjetër që është zgjidhja politike zotëri. Sepse ka dhe instrumenti politik kryeministri në dorë. Tjetër. Dhe kjo i ka dhënë hapësirën ligjore, morale dhe politike. Ka për këtë do të Skënderi, po pse se përdori? Pse se ka përdorur deri